Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në Pardon My Friends. Ja ku jemi sërish në këtë të mërkur me jastishat më të bukura në botë Alban. Me logon e Top Albania Radios. Nuk e di, u dashurova me këto, më pëlqen shumë. Ta dhuroj dikush ty atë? Jo, janë këtu të radios. Mendova është bëum se kam të shtëpia ime një të tillë se I ke gjithandej në për radio. Thuaj se jam në shtëpi këtu po. Sa të bukur janë. Mirë se vini edhe sot ju që po na ndiqni në Top Albania Radio drejt për së drejti, por edhe në kanalin 10 në digital. Jemi edhe aty. Tashmë jemi radio televizion. Prandaj vishemi dhe bukur. Po, edhe lyhemi. Yes. Uroj që të ketë qenë një javë e bukur, e qetë, ka nisur botrori, njerëzit ata që janë tifoz po e gdhin, neve nuk është se ja. Ne po e gdhin duke parë seriale. Shumë, për mua nuk është Italia, kështu që ky botror është çka. Megjithatë po shikoja pastaj teori konspirative nga Simpson edhe parashikimi për këtë botror, me sa po shija një video ishte për Portugalin. Edhe me sa duket Cristiano Ronaldo është favoriti. Normalisht është edhe për të marrë dhe një kupë bote tani se i ka disa. Po, do të jetë po. Se e ka një farë moshe dhe ai dhe Messi. Po Messi e ka një kupë sepse Argentina fitoi herën e kaluar, kështu që i takon tani CR7-s. Kështu janë teoritë konspirative. Për këto, por edhe lajme të tjera që kanë tërhequr vëmendjen e kësaj jave, ne do diskutojmë, por me sa duket nga edicioni i kaluar, nga puntata e kaluar, vëmendja është tërhequr nga deklaratat tona, Niko i dashur. Unë s'dija kam patur ditëlindjen që janë bërë këto deklarata atë ditë. Të ta them dhe live që u bëf 100 vjeç dhe je shumë i mirë dhe të dua shumë. Mbusha 33 vjet sa Krishti. 6 verat e tjera e kam lënë më vete. Dhe ke bërë shumë mirë. Lër dhe judën jashtë. Mos kesh më tradhtar rreth vetes në këtë moshë. Sepse vjen një moshë që je eliminojmë ose na eliminohen vet. Na eliminohen, mendojnë, se nuk kam ca gjëra thjesht mendoj duke u rritur, janë zhdukur automatikisht, nuk më është dashur mund si dikur që punoja me veten, tani thjesht eliminohen. Kam fiksuar një thënie që më ka thënë im shoq. Po ti e kupton me kalimin e viteve kur investohesh shumë te dikush, kur pa pikën e interesit ti i jep ngrohtësimi si dhe më the të thash, pra krijohet një lloj marrëdhënie dhe në një moment të bukur të jetës thjesht nuk e ke më aty pranë. Sigurisht që njeriu që ka investuar pa interes e përjeton disi, e vuan, por më pas nis të reflektosh dhe kur vjen fiks kjo mosha, prandaj të thash, nuk është se të plas më, domethënë, por kjo thonja më pëlqen shumë që ke fatin që njerëzit që nuk duhet t'i kesh në jetë të largojnë vetë. Kështu që unë me këtë filozofi funksionoj edhe njerëzit që dua i kam aty prej më shumë se 2 dekadash, kështu që kurse unë u surprizova se prisja thjesht pesur, hajde maksimumi 10 urime nga njerëzit e mi më të afërt të zemrës dhe kur merrën gjithë ato urime tha sa me fat jam. Po tani në kohën e rrjeteve sociale jam i rrethuar, jo nga njerëz në të vërtet miq. Marrim shumë urime. Dhe thash sa me fat jam që jam mik i mirë dhe kam miq të papar. Po është shumë e bukur kjo ndjesia. Yes. Kështu që në këtë moshë që jemi, kemi pranë ata që duhet të kemi. Tani më thuaj çka ka ndodhur me këtë postimin se unë Atëherë, ne folëm javën e kaluar për përputhen si gjithmonë, domethënë. Sigurisht është programi im i preferuar. Dhe me sa duket, kemi lënduar Dasinën. Të cilën e kemi ftuar sot në program. Të them diçka? Nëse do ja them nga afër. Po, do ja thuash nga afër. Dasina do të jetë sot për të folur për situata të ndryshme që kanë ndodhur, për një problem shëndetësor të saj që po ribu jo vetëm në rrjet, por ka shqetësuar edhe shumë ndjekës të programit, po ashtu edhe Megin dhe Nedën, të cilat e kanë gdhirë në dyert e spitalit për tu interesuar për shëndetin e saj. Këto dhe shumë të tjera, por edhe këtë ballafaqimin me ne të dy do ta kemi pas pak minutash, sepse tani ka publicitet me Dasinën. Kam një lajm për ty, po e din të gjithë tani, që është Sundance Festival, kështu që përgatituni për një super eksperiencë. Do kemi detaje? Do kemi, por në javët në vazhdim do kemi të ftuar për Sundance për të folur për gjithçka që do të ndodhë atje, dhe do të jenë artistë që do performojnë, DJ, kështu që është
shumë fest. Do ikim, kaq dua të di. Patjetër, mora. Top Albania Radio është kudo ku ka muzikë dhe art, kështu që sa i lutur jam. Jemi. Rikthehemi pas këtij momenti publicitar në studio dhe pak muzikë elektronike për ta bërë akoma më elektronike situatën. Dasina ka ardhur në studio. Mirë se vjen e dashur. Mirë se u gjeta, faleminderit. Si ke qenë një herë? Të sqarojmë të pjesën e shëndetit fillimisht, se ajo është më e rëndësishme se gjithçka tjetër. Falë Zotit jam shumë mirë, më thënë drejtën, po e marr veten totalisht, po rikuperohem, e kalova çdo frikë, çdo traumë. Jam okay. Përveç shenjës që kam te barku që do e rëndësishme është që je mirë tani. Po, jam shumë mirë. Sepse i gjithë produksioni ishte dhe Megi dhe Neda në spital, një story e postuar nga Megi në orën 5 të mëngjesit i tregonte të dyja vajzat që ishin vërtet të shqetësuara për ty në dyert e spitalit. Edhe ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Domethënë na trego disa detaje, çfarë ndodhi, si shkoi situata. Tani normalisht që janë shqetësuar për arsye se situata ime ndodhi papritur, as vetë më thënë drejtën nuk e dija që do ishte kjo gjendja aq e rëndë, se si shumica njerëzve që janë anashkalojmë disa gjëra, mendoja jo cikli, jo kështu, por që përfundova ishte diçka tjetër. Ka qenë gjatë kohës që ju po regjistronit përputhen apo jo? Po regjistronim, po xhironim, ishim edhe me pushimet tek Selekti dhe gjatë darkës jam ndier shumë keq, nuk isha mirë, kur nuk fillova të lëvizja, pastaj këmbët e kuptova që diçka ishte pak më serioze dhe pasi kam shkuar atje është je futur me njëherë në sallë të operacionit apo jo? Urgjente, po. Kështu që tani jemi në ujëra të qetë. Tani jam mirë. Të uroj me gjithë zemër që ti jesh sa më mirë me shëndet, se është më e rëndësishmja. Kështu që të shkuara Dasina, faleminderit që je sot këtu një herë. Unë doja ta ftoja Dasinën sepse në herën e kaluar, si gjithmonë që bëjmë komente për përputhen, kemi përfshirë po ashtu në komentet tona edhe një video ku ti ishe pjesë, pra në dasmën e improvizuar dhe të krijuar në përputhen mes Krisit dhe Esmas. Ti u shfaqe me fustan të bardhë. Po, ku mërzitet ti me ne? Ku mërzita unë? Unë mërzita, me thënë të drejtën nuk është se jam mërzit shumë me ju të dy, me Nikon më shumë, me sa kuptova. Me Nikon nga që ishte ajo pjesa e jo materiali o njëra tjetra, mu duk pak too much në ato momente, por që gjithë atë jo inatin, nëse mund të quajmë inat, e kam edhe në lidhje me deklaratat dhe gjërat që janë bërë pa drejtësisht ndaj meje edhe nga anë djalit në fjalë që e ka thënë këtë gjën, sepse ka shpifur shumë gjëra për mua, edhe ishin bërë shumë gjëra dhe unë nuk i mbaja dot më. Edhe kjo ishte diçka e akumuluar, domethënë. Po. Tani marrëdhënia jote me Krisin si është? Se ju e nisët, le të themi, po e nisëm diçka, pastaj ndodhen gjëra shumë rrugës. Nga duke parë të gjendjen time shëndetësore në fund të gjithçkaje që mbaroi, u mundova që thjesht të lë njerëzit të lirë, të pa inate, pa asgjë, se fillova të mendoj se edhe të kuptoj një rëndësi tjetër që kishte në lidhje me mua, sa të mbaja inat me persona që në fundit nuk ja vlen dhe secili ka rrugën e tij edhe. Ti në fakt nuk është se flasim, por as nuk jemi armiq. As nuk jemi armiq, po. Ti në fakt e ke nisur përputhen, ndoshta për të njohur dikë dhe jo vetëm, por ndoshta gjatë këtij rrugtimit i njohë edhe veten pak më shumë. A ishte një person që mund të quaj i duhuri për ty, por gjërat nuk shkuan ashtu siç ti do doje? Mendoj që ishte edhe personi i gabuar, edhe momenti i gabuar. Domethënë as koha nuk ishte duhur, as personi, thjesht ndoshta ndonjëherë thjesht ndodh, ndjesit thjesht ndodhin edhe nuk i ndalem dot. Domethënë nga ana jote ka pasur ndjenja. Po, absolutisht që po. E kam shprehur që kam patur ndjenja për të, është parë qartë edhe por fal Zotit fillova të kuptoj shumë gjëra që më mirë ti ndaloja se sa
Të dëmtoj edhe të dëmtoja veten edhe të qaja më shumë. Atëherë, polici mirë, polici keq. Tani, gjithçka, si fillim mendoj se është një taktike e re të vetftuarit kur dëgjon diçka, një koment dhe reagon në story, se si përfundim ne të ftuam dhe ti nuk kisha as edhe një problem me ne. Ose më mirë me Jonitën dhe ke me mua. Së pari, së dyti, unë lexova storyn tënd me se kisha ditëlindjen atë ditë që ti e publikuar. Edhe 100 vjeç të bëhesh, faleminderit. Nuk e dija. Unë mendoj që e ke marrë tepër personale, prap materiali i parë dhe materiali i dytë, sepse në fund të ditës ti kishe bashkangjitur diçka që ne nuk e dinim, absolutisht nuk ja kemi haberin për jetën tënde shëndetësore private. Pra për pjesën që kishe përmendur që s'dua ta përmend, por mendoj që minimumi për atë gjë që po na hedh neve si barr apo si faj, ti nuk e ke bërë publike që ne ta dinim. Dhe minimumin një ndjes për atë pjesë, vetëm për atë pjesë, sepse absolutisht që pastaj ta sqarojmë ne, e sqarova Dasin me Jonitën nuk mund të preknim një temë që ty të prekte pjesa 2 që prap nuk dua ta përmend, kush e ka parë, atë pjesë ne nuk e dinim dhe unë i pari do bëja humor me atë gjë. Dhe minimumi unë pretendoj nga momenti që të shpjeguar dhe ti të kërkosh siç mund të kërkojmë në ndjes për këtë pjesë, edhe mendoj duhet jetë nga ana tjetër se ngritë gishtin tek ne pa ditur nëse ne e dim apo jo. Se mua ajo kur e lexova storyn thash më fal, po unë nuk jam fare në djeni për këtë histori. Është e jota personale, është shëndetësore, po që të më ngrihet gishti për diçka që unë nuk e di dhe është totalisht personale dhe thjesht dhe mbi diçka që vetë Krisi të ka thënë në një bisedë sipër, se unë nuk merrti nga kokainë. Po, ja sqaron tani po. Që atë ta sqaroj se nuk dua as unë të kem keq kuptime, më thon drejtën. Nëse do edhe mund ta thuash, me që jemi se ndoshta një pjesë e publikut nuk e ka lexuar storyn tënde dhe nuk e ka idenë e historisë. Arsyeja që unë thjesht u mërzita pak me Nikon ishte pjesa e materialit që kishte të bënte që përmendi djalin e fjalë, edhe ironia që bëri Niko që e kthej prap materiali me materialin, aty unë u mërzita, po jo se Niko, me thënë të drejtën, ky nuk është se ka fajin këtë mes, sepse ajo ishte një gjë që unë detyrova ta them, duke qenë se djali kur e ka përmendur atë gjë, mua unë kam qenë në një lidhje me të dhe sapo isha ndarë dhe ai nuk e cilësoj që edhe pse dinte kush unë isha dhe si, ai nuk më veçoi mua, po thjesht e tha për të më fundosur edhe mua bashkë me të tjerat. Edhe kështu prandaj reagova me kuptimin që mua nuk më intereson materiali as kujt për arsye se unë këtë problem kam edhe pse të përmendet, më kupto? Pse të më hidhet balt mbi mua për një gjë që sepse për mua është e turpshme, më thon drejtën se konceptoj dot se si mundet ta ekzistojnë në të vërtetë të gjëra, apo thjesht e ka thënë sa për ta thënë në program. Mendoj që gjithsesi mendoj që kjo që tham, materiali i parë dhe materiali i dytë është më pak e rëndë se sa ajo që është thënë në mënyrë shumë të përmbledhur, mos më depiloni makinën time në anglisht, që është bërë një nga lajmet. Okej, është më rënd ajo para, po ironia që ti bëre. Materiali i dytë është tani materiali sa na përket neve. Ta sqarojmë. Ne po bënim në fakt një batutë Dasina që unë ta shpjegova. Ndoshta ju kërkojnë ndjesë, ndoshta ato nuk e kam vënë re të gjithë, nuk e kam parë me vëmendje. Po, nuk është thënë për ty, domethënë nuk e kishin për ty. Nuk reagova sakt vetëm për ju të dy, reagova gjithë temën. Përpara se të shkëputemi se kemi sërish publicitet, të ta them edhe një herë, domethënë ty dhe publikut, pjesa që ne po qeshnim dhe po bënim humor, kishte të bënte me mënyrën se si Blendi Fevziu i prezanton videot në programin e tij. Pra, regjia më nxirri materialin 1 dhe materialin 2, sepse atë ditë nga përputhen ishin 3-4 video, të cilat ne i komentuam edhe do të flasim pas publicitetit sërish. Është Dasina këtu, përpara se ti lë policit të keq stafetën. Jo, nuk qen ka dha që keq, jo. Është i mirë. Jo, nuk është. Bën kaut si egër kështu. Ke dëgjuar ndonjë nga gocat e Shizon Topit nëpër Top Channel që të flas keq për të kur i ngacmon apo jo? S'të ka ardhur lajm. Jo, asnjë lajm i keq. Nuk shakullojnë apo aty zemra janë ndalojun jashtë.
Jo. Domethënë nuk je edhe aq i keq. Edhe sikur të flisin keq për dikë, unë po nuk e takova personalisht, nuk arrit të dal në konkluzion. Dasina, ajo që unë dua të di, janë përshtypjet e tua në fakt nga gjithë kjo eksperiencë në një program i cili në fakt të jep vizibilitet, të jep shikueshmëri, por ka edhe le të themi një kosto për disa nga ju që mund të jenë reagime pozitive ose negative. Duke i përfshirë të gjitha këto ndjesi që ty të janë krijuar gjatë këtij rrugtimi, do doja vërtet të më thoje se si e ke përjetuar që prej pjesëmarrjes tënde dhe deri tani. Për mua ka qenë shumë e vështirë të them drejtën, edhe pse jam ke vajza që mundohem të tregom shumë e fortë, edhe pse ndoshta ndonjëherë është më mirë tregosh e dobët se sa të mundohesh të mbash barr që nuk mund t'i përballosh. Por gjithsesi unë kur kam hyrë në fillim kam hyrë për një eksperiencë ndryshe, kam menduar domethënë sot dhe nesër kam qenë aty, nuk është se e kisha planifikuar apo diçka tillë, thjesht që e vogël jam rritur me idenë që dua të bëj diçka ndryshe dhe pse jo, tash mund të jetë momenti i duhur tani, pse jo të njoh një person të ri, sepse unë jam tip shumë i vështirë që të rri me një person, jam shumë kokfort edhe shumica njerëzve lodhen shumë shpejt edhe nuk ka dëshirë me pak fjalë të rrihet dikush në një të mbaje pesh, si thon, ose impenim. Pastaj me kalimin e kohës ishin dhe këto daljet e mia me djemt, njohjet. Ka qenë eksperiencë e bukur apo jo? Po, ka qenë eksperiencë e bukur sepse aty, edhe pse unë kisha një moshë isha pak më rritur, nuk isha asnjë vajzë e re, nga vajzat e tjera, adoleshente, por unë kalova edhe ca faza të jetës time aty që ndoshta nuk kisha me kalimin e viteve unë nuk kisha kaluar më përpara, domethënë kalova një fazë që mund ta kisha kaluar 20 vjeç. Kalova edhe eksperjenca, pjesën e njohjeve, eksperiencë televizive, sepse ti në fakt je fejuar dhe ke krijuar një marrëdhënie shumë e re, je bërë dhe nënë e re, kështu që janë disa faza që pra u kthyen pikërisht për t'i pasur në një moshë caktuar. Po, atëherë kam patur një përgjegjësi shumë të madhe që nuk ishte momenti që unë ta mbaja mbi supe, dhe në këtë moment isha një vajzë e lirë që mund të kaloja dhe aventurat e mia ndoshta, dhe unë nuk isha as pak e stepër, jo kamerat, jo njëra tjetra, po kjo më kushtoi shumë, sepse njerëzit edhe të afërmit e këta plasën më gjykuan, më ofenduan. Edhe familjar? Po familjar të afërt shumë jo, po pak më larg, po. Pra nuk e pan nuk më të kanë marrë hishme, fare. le të themi prezencën tënde në përputhen. Fare nuk më kanë marrë me sy të mirë, madje ka patur një bum komentesh negative derisa kanë arritur në pikën që mirë mua, se mua nuk më bën përshtypje, unë kam kaluar sfida më të mëdha në jetë dhe nuk e kam problem fare, po nuk e di çfarë kanë me vajzën time që është për mendimin tim është gjëja më ulët që mund të bëjnë njerëzit, që të komentojnë fëmin tim, se në fund ditës ajo për mua është bekim edhe unë vazhdoj jetën e qetë mbas kamerave me të dhe nuk Nuk lidhet me atë që shfaqet në ekran. Fare me atë, dhe unë nuk jam Dasina që jam jashtë kamerave, nuk jam aty brenda, nuk jam gjithmonë ajo vajza ashtu. Fakti që unë kalova një aventurë apo 2 apo 3 nuk do të thotë që unë jam negative, apo po në fakt ke qenë një ndër personazhet më të spikatur të këtij edicioni. Po të paktën jam munduar të jem realiste, e sinqertë dhe drejt. Paktën këtë gjëra unë i kam gjithmonë bazike në jetën time, dua të jem njëri drejt gjithmonë, nuk dua të them kur fjalën e keqe, ama nëse më prek aty ku s'duhet dhe kalon limiti, unë nuk e vërtet. Tani, duke ditur tipin tënd që na the në thonjza problematik, pra që nuk gjen karar me dikë, po je kokfort. A është përputhe në të vërtetë rruga për të njohur një djalë për të ardhmen tënde, apo është përputhen një stepping stone, një shkallë shumë e mirë për famën? Mendoj, duke ditur, domethënë unë si Niko, nëse do dija që jam problematik si karakter, nuk do hyja në një program të një dikë, sepse do thoya gjithsesi unë do problematik ngelem, por do hyja aty për diçka tjetër. Të them të drejtën, unë si Dasinë flas hapur dhe flas troq edhe pa u stepur. Unë kam hyrë edhe pse jo të famën, absolutisht që po unë jam përfshirë realisht në emocione, unë nuk e ndaloj veten time, nuk ndalohem fare për asnjë lloj arsye. Unë me vërtet jam tipi shumë i vështirë për të lidhur apo për të bashkëtuar apo për
tu fejuar martuar sepse janë edhe trauma këto, mos harrojmë, janë shumë të vështira për të rregulluar, por unë përpiqem çdo ditë jetës time që të mësoj sa më shumë dhe ti rregulloj gjërat, edhe pse jo, përderisa unë përfshiva në vërtet në një emocion, në një dashuri, unë e quaj me vërtet dashuri, unë me vërtet e kam dashur, nuk e mohoj kurrë, po sepse se nuk ecin gjërat, pastaj nuk është gjithmonë në dorën time. Se kisha përballë një djalë që ishte shumë aventurier, sapo shikonte një vajzë të bukur, seksi, kështu devijonte, nuk kishte kohë të mbante përgjegjësi, unë isha ai nuk harronte dhe unë nuk harroj njëkohësisht që unë jam një nën në fund të ditës dhe kam shumë përgjegjësi mbi supe. Pavarësisht se te koka ime përkthehet famë të raga. Jo, dëgjoj këto fjalë të dhe them okay, famë. Mund kisha hyrë edhe diku tjetër në një emision tjetër. Për shembull, unë kam patur dëshirë të futem Shizën Top 10. Edhe nuk hyra. Të përputhem realisht kam hyrë edhe për Shizën Top. Faleminderit, shumë faleminderit. Realisht në përputhen kam hyrë edhe për të njohur veten, edhe për të le të dal vajza keqe, në fund të ditës kupton. Edhe kur del keq kupton kush të rrin afër, edhe un kam arritur të kuptoj cilët njerëz me vërtet më rrin afër, edhe nëse un dal ajo e për dal apo ç'a mund të mendoj njerëzit. Po nuk mendoj që ke dal keq. Dhe fakti që them që je ndër personazhet më të spikatur, pra një ndër, se kam ka pasur. Sa të do thoja se në vërtet ka pasur ky edicion në fakt, goxha personazhe të mirë, por emri yt, pra ti je një ndër vajzat që ka spikatur më shumë, kështu që gjithsesi nuk mundet të dalësh keq. Si ka qenë marrëdhënia me Nedën dhe Megin? Pra, në shumë situata mund të kenë qenë ato balanca e një shpërthimi të mundshëm, se i ke pasur ca, le të themi të vërtetë. Absolutisht, unë për Megin edhe për Nedën kam gëzoj shumë respekt për të dyja. Okej, Megi më pëlqen më shumë se është pak më e vogël. Ndoshta është dhe më afër jush gjatë kohës që është më lozonjare, kurse Neda absolutisht është një nën dhe absolutisht është më strikte Neda, se duhet dhe kontenti, se ju dilni dhe nga skenaret, apo nga skaleta. Fiks dalim, ka ato momente që edhe mund të mërzitesh, po mbi të gjitha janë dy femra shumë të zonjat, shumë të zgjuara të afta dhe unë gëzoj absolutisht respekt për të dyja. Edhe kam marrë ca këshilla, i kam vënë re ca gjëra nga të dyja. Fakti që ato kanë qenë në spital tek ty në orët e para të mëngjesit tregon që ky edicion i ka bërë gocat edhe të afeksionohen me konkurrentët. Se u bë një periudhë shumë e gjatë. Ishim si familje, është e vërtet. Unë të kam parë që ke qenë goxha rebele, pra ke patur shpërthimet e tua, ke ikur, dhe unë e di si funksionon televizioni, që shpesh herë disa gjëra nuk tregohen. Por dua të më thuash në të vërtet, gjithë këtë sezon që ke qenë, a ke dalë ndonjëherë jashtë vetes të duash të qellosh, apo nëse ke qelluar dikë dhe ne nuk e kemi parë? Tani unë gjërat i di, po. Tani gjë. Ti qenë ke pak shejtan ti. Tani, qelluar nuk kam qelluar, që kam quar në përmendje disa herë. Kush? Kë? Qelloj, kur ma kanë sjell shpirtin më e fundës. Pra që nga më shumë se një emër. Janë disa personazhe që kanë shpifur për mua. Unë jam njëri shumë i drejtë, unë nuk e ka. Po ku i gjeni këto materialet për të shpifur? Se na bë mendja material. Kam dëgjuar edhe për trileçe, kupton, për gjëra të tilla. Ku i dëgjon ti more këto? Nuk e di, nuk realisht nuk e di afare botën e televizionit dhe ta dija që ishte aq shumë e vështirë. Nuk kisha. Do futesh atë Shizën Top. Tani që jam futur. Të pëlqen? Më pëlqen, unë dua gjërat e vështira në jetë, nuk i dua gjërat e lehta, por unë kur shpif e urrej, të them e urrej me shpirt edhe unë pastaj agravoj në nerva. Kur shpifin, kur dikush shpif për mua, sepse unë e kam vërtetuar që kurrë nuk marr thashë theme apo të shpif për dikën është për mua shumë e ulët. Ekziston një ligj që mund ta vësh në lëvizje, që është kundër shpifjes. Është bërë në Shqipëri, ka nisur si gjë. Por që ka ndodhur që e kam quar nëpërmend. Unë që i fus në mendje gjëra. Na tregoj emra se i çojmë neve. Po një herë kam dashur traf Krisin për shembull. Se ka ndodhur domethënë. S'ka ndodhur, jo. Jemi shar në atë pikë ka ndodhur, thashë theme shpifja nga më të ndyrat, më të poshtrat, por që
prap shqyr Zotit ka qenë dikush aty që më ka qetësuar nervat. Okej, domethënë ka dhe situata. Po i di unë zemra disa zoj që ka mund ndej vërdall. Që ndizet. Po Moniko ti tani i ka marrë informacionet. Nuk ka ndodhur. Desina, ti po thoje që në fakt ka qenë eksperiencë vështirë, por edhe bukur njëkohësisht. A keti një tjetër qëllim pas përputhen, pra është televizioni diçka e jotja, a do jetë kishe diçka tjetër, a mund ta shohësh si një trampolin për diçka ndoshta që ti e dëshiron, apo thjesht mbaron përputhen dhe mbetet këtu? Se me Vlanin e kemi pasur 3 edicione, mazallah. Tani unë pra mund të rikthehesh nëse, ku diun? Të rikthehem në përputhen. Jo. E ndave mundin që nuk e gjen dot aty. Unë dështova për gjetur dashurinë. Tani unë nuk. Tani të duhet një vllai i madh. Një vllai i madh do ishte shumë mirë, se mua vllai më mungon, që ta dini ju nuk kam vlla, jam rritur pa vlla, pse jo një vlla të madh, por që është pak e vështirë, sepse un jam përfshirë shumë në emocione, kam dhënë shumë nga vetja, tani kam një periudhë që edhe dua të qetësohem, me thënë drejtën, të merrem me veten time, tani po vjen vera. Ti duhet që qetësohesh tani ti duhet edhe të mbledh forcat, edhe vllai të madh ti them. Jo, vllai i madh është interesuar nëse ti gjatë verës prodhon lajme, krijon lajme dhe do thonë do ta marrim atë vajzën. E di, po nëse është e shkruar do ndodhi, nëse nuk është e shkruar, jo, absolutisht unë nuk e refuzoj, pse jo. Eksperiencë ndryshe. Tani dua të kalojmë tek një tjetër moment, për të cilin u bë edhe gjithë biseda dhe kjo puntata e sotme. Ne do me thonë strukturën e programit e kemi që bëjmë dhe një qik ironi dhe komentojmë emisionet e tjera dhe bëjmë dhe pak humor dhe ti u shfaqe në këtë dasëm me fustan të bardhë. Pse? Tani kisha dashuri, urrëtie, inat, kisha shumë gjëra të mbledhura brenda vetës, nuk e pranoja dot faktin pse mu bën shumë padrejti, pse u than gjëra që nuk duheshin thënë. Dhe do jetë ishe ti Nusja? Jo. E them sinqerisht që jo. Më është bërë kjo pyetje dhe më kanë thënë a ke pretenduar që mund ndodhte diçka ndryshe të ishte ti Nusja? Jo, absolutisht jo. Thjesht bukur pastër për ta prishur atë momentin. Dress code-in. Veç për ta prishur momentin kaq. E prishe, ja dole? Tani e prisha se prisha unë atë ide isha, pastaj se ç'a ndodh, se çfarë mund të ndodhte mua nuk ose më interesonte. Thjesht nuk doja që të ishte vetëm një nuse aty. Me vello, pse mos ishin 2, sepse ja doli erdhi në radio pas asaj video. Si është marrëdhënien e Krisit dhe Esmës? Pra ulala. Ua, duken shumë të lumtur. Kjo ishte me ironi? Jo, unë s'bëj ironi. Tani se i ke parë dhe nga afër mënyrën se si komunikojnë, si qasen me njëri tjetrin. Unë kam thënë gjithmonë që s'më pëlqejnë me njëri tjetrin, tani pse ta mohoj kot. Tani shumë njerëz do të thonë që kjo është shpirt zez, kjo ka inat apo njëra tjetra, jo, absolutisht jo. Mua në sytë e mi, jo vetëm duke u bazuar nga ndjenja që kisha për djalin, sepse tani kanë mbaruar absolutisht nuk është më, po unë nuk i shoh bashkë. Nuk ishe jetë gjatë thua në lidhje. Por gjithsesi uroj jetë lumtur, absolutisht. Cilët në fakt për ty ishin vërtet çift që kanë kimi shumë të mirë me njëri tjetrin gjatë këtij edicioni. Pra duke i jetuar çdo ditë nga afër, besoj do e kesh pasur dhe më të thjeshtë për ta saktësuar këtë gjë. Përveç Tomit dhe Aulonës, që mezi kemi ishin shembull. Tani unë mendoj kam pak shpresa që mund të jetë Feza me Adelaiden. Kam pak shpresa. Për tjerët aty nuk guxoj të flas, do filloj Feza do hedhë histori. Po, nuk e di. Unë të paktën kam dëshirë të shpresoj që mund të kenë diçka, sepse janë dy njerëz të rinj, mund të kenë një të ardhmë përpara, pse jo, janë pak më pa eksperiencë dhe mund ta ndërtojnë diçka bashkë, por gjithsesi s'e di. Për tjerë mund të kesh shoqe nga përputhen për shembull? Ti ke krijuar miqësitë tua aty? Jo. Unë jam një vajzë që nuk para krijoj shoqërinë. Shoqe unë i them dikujt që do të jetë shumë e afërt me mua. Edhe unë kam shumë të vështirë ta krijoj këtë gjë. Aq më tepër në përputhen se aty tjetër gjë thuhej nga mbrapa kamerave, tjetër gjë plas aty veç kur të vinin surprizë, thashë themet se nga i nxirrnin, se nga i merrnin, nuk e di. Si mund pretendosh që mund kesh një mik apo një mikesh aty?
unë jo për vetën time. Do me thënë ti nga ky edicion je pa një shoqe, pa një shok dhe pa dashuri. Single hyri, single doli. Dola dhe unë për veten time jam shumë e lumtur. E kam shijuar në të gjitha ngjyrat, kam gabuar absolutisht. E di shumë mirë ku I kam gabimet e mia, por që do mundohem, por që do I rregulloj në të ardhmen, nuk do gaboj më. Fakti që gabova në një televizion s'do thotë që unë jam njëri pa ndrejtshëm apo. Por nga eksperienca jote në përputhjen ke marr followers më mjaftueshëm? Kam marr, edhe kanë rënë, edhe janë ngritur, tani nuk e di çfarë po bëhet, po jo, mendoj që jo, sepse unë jam një vajzë që nuk paraflas për veten time. Edhe jam një njeri që nuk e luaj viktimen apo që në momentin që unë do flisja për veten time jam shumë e sigurt, po jam shumë e sigurt se njerëzit do mendonin komplet ndryshe për mua, po unë duke qenë se kam kaluar një jetë shumë të vështirë, e kam pak të vështirë të shprehem edhe të them për veten time, plus që ndoshta më ka penalizuar kjo pjesa që unë jam një vajzë rebele dhe jam gjykuar si nën, domethënë unë jam një karakter shumë I fortë dhe nuk I ka hije kësaj sepse kjo është nën. Po kjo nuk do të thotë që unë s'di të edukoj fëmijën tim apo nuk jam aty afër për fëmijën tim. Ose nuk ke të drejtë dhe të jetosh apo të gjesh dashurinë. E drejtë është kjo. Do t'ja sugjeroje një vajzë për edicionin e ardhshëm? Përputhen? Po, pse jo? Por që jo një nënë. Është më e vështirë nëse je nën apo jo. Edhe po unë arrita në përfundimin që isha vërtet e sinqertë dhe nuk më besonte njeriu. Po më gjykuan aq shumë sa një nënë jo, po një vajzë po, pse jo. Pra është eksperiencë shumë e bukur. Mua më pëlqen për vetë kam shijuar. Po. Dasina, shumë faleminderit që ishe me ne. Ana juaj, jeni shumë të mirë. Ne të urojmë ndryshova mendim. Ne të urojmë shumë suksese në gjërat që ke dëshirë të bësh edhe të realizosh në jetën tënde. Dhe sa më shumë shëndet. Lumturi për ty dhe vajzën tënde. Shumë faleminderit. Verë të mbar. Faleminderit gjithashtu edhe për ju. Jemi në fund të kësaj pjese të parë, ju do të informojeni me edicionin informativ të orës 19 dhe dëgjojmë në pjesën e dytë. Pardon my friend. Jemi në pjesën e dytë të programit edhe do të vjojmë të flasim duke hapur edhe tema diskutimi këtu në studio. Kështu që duke qenë se këto javë kanë qenë shumë të vakta për prodhimtari showbizi. Po kaloj një depresion të vogël që nuk ka drama në showbiz, nuk publikon askur sepse po është kjo pjesa jo disa janë për protesta, një pjesë tjetër kanë vazhduar jetën normale duke zgjedhur pushime apo gjëra të tilla si këto edhe kanë qenë më të po tek protestat mendoj te komentet më shumë që kështu nuk kanë prodhuar shumë lajme. Siç e tham në fillim, ju e dini që ka nisur botrori dhe për ne europianët është një meme e gjallë mënyra se si po ndiqen ndeshjet dhe oraret e transmetimit të këtyre ndeshjeve. Sigurisht që Top Arena, një tjetër zjarr dhe burim informacionesh për ne. A mund ta them nëse shikoni sot Manushin çik shumë të ri është faji im se kam gishtin unë. Shiko. A doja kote për një herë, dy herë ta ndryshoja çik ta bëja. E ke ndryshuar pak në pamje. Se po e shoh natë për natë edhe është hera parë që shoh proces sportiv natë për natë. Të betohem, është. Mua pëlqen, ka shumë vibe të mirë, panelet janë shumë të mira, është vetëm për futboll aty, është futboll, show, pak informacion I përgjithshëm I ditës dhe më pëlqen, nëse më mungonte kjo natë për natë diçka të shifja. Me sa kam parë edhe në komente, sa I përket të Top Arenës, përveç deklaratave që janë profesionale nga ekspertët e futbollit aty sa I përket ndeshjeve, pjesa më interesante dhe ajo që komentojnë shikuesit e dim cila është Briteo. Akoma, pra ka fansa të cilët nuk janë ende të qartë nëse çifti vazhdon historinë e tyre të dashurisë apo janë ndarë. Më vinë mesazhe dhe më thonë ti që e ke shoqë Brikenën. Nuk e kam shoqë Brikenën. Njerëz thjesht njihemi dhe kemi bashkëpunuar. Kaq, miq, fjalë madhe. Po, e ka veshur dhe të lutem bëj diçka. Në net tek Top Arena. Po, e kam veshur një natë tek Top Arena, e kam veshur fan klubi kur doli, por
nuk mund të ndërhyj njerëz se shumë gjërat personale, pra ti kap të dy ti them dëgjoni. Mua më kanë nisur fansat tuaj mesazhe që t'ju ribashkoj. Si e keni ndërmend? Por tema që ne do duam ta hapim sot ka të bëjë pikërisht me këtë fakt. Pra, a mund të punosh me ishin në të njëjtin vend pune? Pra të ndash të njëjtën studio si në këtë rast, unë shpresoj që gjërat e tyre të rregullohen edhe po me sa duket komunikimi është i mirë, pra është shumë profesionale, tha dhe Francesca herën e kaluar që komplet profesionale është situata dhe kjo ka rëndësi edhe për këtë, por të ftuarit janë shumë kurioz. Dhe gjatë kohës që pyeten nga Mateo, bëjnë një pyetje për të. Dhe gjatë kohës që pyeten nga Brikena kanë sërish një pyetje për të. Pra nuk janë vetëm fansat e tyre kurioz, por edhe të ftuarit që shkojnë tek Top Arena. Po pyetja ime është pikërisht kjo, Niko i dashur. Se do më vi lapsi dhe mua të shkoj te Arena. A do mundet? Çfarë ti pyes? Më thuaj. Domethënë, si e sheh këtë situatën, domethënë? Nga zemra uroj të bashkohen. Teknikisht, ti e di që unë jam shumë i ftohtë me ndjenjat, mendoj që jo. Nuk mundesh. Ti nuk do të mundesh. Jo. Të ishe në të njëjtin ambient edhe të ndaje orë pune. E për më tepër sa do profesionale të jetë situata. Po, e për më tepër në fazë që sapo je ndar. Kupton? Është shumë e vështirë. Në përgjithësi nëse ka kaluar periudhë, po mund të punoja, nuk e kam problem. Të ka ndodhur? Jo. Në përgjithësi lidhjet e mia nuk kanë lidhje me punën time apo profesionin, pra nuk përballem dot. Që kështu është një plus i mirë. Kurse nëse do më ndodhte do bashkëpunoja. That's life, kjo është jeta. Okej. Unë në fakt dikur kemi punuar bashkë në të njëjtën redaksi, kanë qenë 2 persona që ishin me njëri tjetrin edhe mbaj mend që ka qenë situatë pak e vështirë, sidomos për palën që ndjen më shumë. Edhe përjetonte çdo ditë, çdo lëvizje, i lexoja mërzitjen dhe trishtimin në sy, nëse reagoi nga ana tjetër, qoftë edhe me një gest dashamirësie, fillonte ai shkëlqimi syve, një rrezë shprehse për një ribashkim të mundshëm që nuk erdhi, por e kuptoj që duhet jetë pak e vështirë, sidomos për personin që ndjen më shumë. Ja, do t'i pyes unë live aty. Ose ta pyes se she's on top në fot Mateo. Kur të shkosh dhe ti si gjithë të ftuarit e tjerë. Do bëj dhe unë aty. Dje për shembull ishte Valbona dhe i tha, "Ti Mateo si ndihesh që punon?" Që je këtu dhe është edhe Brikena. Domethënë ka shumë kuriozitet për këtë çift. Dhe me qira fjala të shkuara Mateo, sepse ju desh të shkëputej nga emisioni, pra bëri vetëm rubrikën e tij dhe u shkëput, se me sa duket ishte i smur edhe nuk ndihej mirë nga ana shëndetësore. Shumë viroza kohët e fundit. Shumë. Po le të shpresojmë që do ribashkohen. Si është? Deri në fund të sezonit, pra janë 40 ditë kampionat. Nuk e di, unë jam shumë i ftohtë me gjërat. Edhe aty e shikoj që ka një dashuri e kështu, po ka një ngërç diçka. Kupton edhe nuk ja vë dot fajin asnjërit as tjetrit. Unë kam xhan shumë të dy. Tani duke punuar me Mateon, jo se kam ndryshuar opinion, po është përforcuar ajo që është një djalë shumë i mirë që më thonin njerëzit, është një djalë shumë i mirë. Po nuk e di. Po merr komplimenta edhe si moderator. Yes, po merr komplimenta dhe si në juri, sepse është kritika aq sa duhet dhe ka marrë atë rolin e djalit kritik po të mirë, i kujdesshëm që mos i lëndoj vajzat, gjë që unë e shikoj plus. Po nuk e di. Uroj po mendoj jo. Uroj po. Okej, të gjithë urojmë që po. Shkëputemi për pak, rikthehemi sërish në studio. Kene Kanye West. Unë Kanye e tham. Po gjithsesi unë çdo që të bëj ky është koncerte. Binjaku im i preferuar. Është nuk e di, vdes për bëmat e tij dhe deklaratat që bën, janë shumë pikante. Madje pardje kishte ditëlindjen dhe vajza e tij, që i kishte shkruar Happy Birthday My Twin. Duke po në fakt ato ngjajnë shumë edhe në karakter dhe në paraqitje. Tani po i ngjan pak Kim Kardashian vajza, por
nuk e di, si karakter janë shumë sepse dhe vajza vet ose si ky që është pa filtra. Domethënë e shikoj shpesh herë nëpër story të Kim Kardashian që ajo del dhe dëgjohet zëri i saj mbrapa që komenton gjithmonë diçka. Tani Niko, këto rikthimet, siç do jetë edhe ky tur i koncerteve të Kanye West, lën një shihet mirë, me thënë të drejtën, edhe ditën e hënë çunat kanë pasur Julkën të ftuar, e cila në gjithë këto vite e larguar nga muzika sigurisht që i ka lënë ca hite. Dhe me sa duket e kanë pyetur nëse do rikthehet dhe ka thënë po, do rikthehet në muzikë, i kanë shkruar shumë. Po, edhe televizioni i pëlqen shumë në fakt, edhe fakti që po e bën këtë gjë. Dhe një ndër këta që i ka shkruar shpesh riktheu jam dhe unë, se sa herë dal vendoset kënga e Julkës. Mua më pëlqen të Julkës dhe unë bëj story dhe tagoj gjithmonë. Domethënë, si e sheh këtë pjesën e rikthimeve, domethënë se më kujtua tani edhe deklarata e Shëndritit që bëri në studio që jo miri, jo e ke parasysh nuk mundet që, por në fakt po rezulton që shumë rikthime janë goxha të suksesshme, rasti i Backstreet Boys që jo më larg se shoqet tona Pussycat Dolls që po po ribashkohen, Spice Girls po ashtu bën një ribashkim, bën një rikthim. Edhe ka njerëz të cilët Craig David ylli dhe dashuria ime e gjimnazit por rikthehet sërish në muzikë. Por Justin Timberlake së fundmi ka vendosur që mund të kthehet në një rikthim NSYNC-t. Pra që të rimblidhet grupi e të bëjë një reunion, po. Kështu që rikthimet nuk janë asnjëherë të këqija, përveç se na zgjojnë pjesën e nostalgjisë, e sigurt është që nëse do dalin në një tur koncertesh dhe do bëjnë koncerte, të gjithë ne, të paktën brezi on do t'i këndoj një zëri këngët. Absolutisht, unë besoj te rikthimet, mendoj që të gjithë pauzojnë për të evoluar jetën e tyre apo të ndryshuar disa detaje në jetën e tyre, por kur rikthehen gjithmonë rikthimi i disa personave që kanë lënë epokë, gjithmonë ka qenë për mirë, i ka ecur edhe më mirë. Kanë, domethënë, se ka shumë të rinj që dëgjojnë këngët e Julkës në TikTok, janë shumë virale, të them, së fundmi, po mbase nuk e njohin, nuk e kanë parë duke performuar. Po. Nuk e kanë shijuar në siç e kemi shijuar ne. Unë adhuroja kur vija nga Greqia dhe blija, mbaj mend compilation atëherë që kanë ekzistuar si CD dhe i çoja në Greqi, thoya kjo është muzika shqiptare. Unë kam akoma kaseta të Top Albania Radio. Edhe unë kam. Ekziston dhe mbrapa nesh aty. Janë aty, i kam dhënë në shtëpi, i kam ruajtur në një kuti sepse mezi prisja të dilnin përmbledhjet muzikore që bëheshin nga Top Albania Radio në atë kohë, bëhej një mix to mix. Shumë i lezetshëm, ato këngët vrastare me Laura Pausinin, një këngë për ty, Gigi D'Alessio. Nuk e di, për shumë vite kam kontribuar si një emigrant nga Greqia që blija kaseta dhe disjat. Të Top Albania Radio. Po, ka qenë Ta Records në atë kohë. Dhe më që jemi tek rikhthimet, kemi dhe një thirrje për The Voice edhe. Po, ju lutem. Riktheuni. Kemi nevojë për pak show. Janë disa këngë të cilat edhe pse kalojnë vite, të mbeten në memorje, edhe ti vazhdon ti këndosh, vazhdon ti dëgjosh, vazhdon ti pëlqesh dhe të t'japin sërish atë emocionin që të kanë dhënë në momentin e parë që i ke dëgjuar. Kështu që dhe janë shumë artistë të cilët janë sot shumë të suksesshëm që për herë të parë kanë dalë në Top Fest, kanë performuar aty, ose rasti i Ylli Limanit që është një ndër konkurrentët e The Voice. Kështu që kuptova se sa i madh jam, i rritur jam kur para disa ditësh më dolën në YouTube këngët e Top Festit, por tek programi i përditshëm. Pra që shkonin performonin 5 këngë në ditë, nuk e di, ka qenë ajo 1 orë. Dhe thash, no, ka ekzistuar dhe këngë që shkonin dhe prezantonin këngët e tyre. Ka qenë i përditshëm, ka qenë, nuk e di. Nuk e di sa artistë kanë kaluar aty performanca derisa vinte pastaj finalja, një gala alla Grammys, ka qenë shumë e bukur ajo pjesë. Top Festi i fundit që ka qenë The Black Carpet, nuk e di jam mban mend, kam qenë një nga ka qenë The Black Carpet dhe kam qenë unë, Irena Kita dhe Enadat Nikola dhe komentonim të ftuarit. Veshjet e tapetit. Ka qenë zemra ime, nuk e di, një nga eksperiencat e para për mua në komentues tapeti dhe ka qenë shumë e bukur. Kështu që Julka e dashur, nëse ti do rikthehesh, ne mezi po presim. Në fakt Julka është
Le të themi ndër të parat që përzjodhi këtë rrymën pak elektropop. Në atë kohë super të kërcyeshme dhe vazhdon luhet edhe sot nëpër klabe. The elektropop. Tajna. Po. Më kujtua Tajna, mund të ishte Tajna dhe një Julka, po jo. Tajna ishte në studion e ndryshe javën e kaluar dhe ajo i ka thënë ca gjëra këto pjesën e rikthimeve Besa, po ashtu ishte. Besa. Në ndryshe ditën e djeshme, e cila po ashtu ka nisur të pas një pauze të reflektoj sa i përket mënyrës të bërit të muzikës edhe të rikthehet edhe ajo po ashtu. Dhe me që ishim te Besa, kanë gjithë vrasin njësoj, për mua do mbetet një ndër super hitet. Unë e kam njohur. Edhe unik është e bukur, po ajo është super këngë veçantë. Unë kur kam njohur dhe kam punuar me të, kishin kaluar këto hite, pra isha më vonë, por akoma e shifja Besën, domethënë e parashikoj. Si ëngjëlli që vret një lloj. Si me rikthimet edhe me vazhdimsinë që do të ketë muzika. Kështu që riktheuni, bëni shumë mirë. Po, riktheuni. Edhe kjo pjesa e koncerteve Niko ka filluar më shijon, më pëlqen shumë. E dashuroj këtë pjesën që muzika shqiptare dhe artistët po zgjedhin që të kenë një tjetër qasje ndaj publikut. Po, pra se lodhem në për klabe lokale. Jo, unë dua koncert. Dua pak show, dua balerin, dua të më krijosh një situatë, domethënë çka kanë ato tuaj. Koncerti yllit ishte fantastik, by the way, domethënë e shijova nga afër dhe jemi në fazën që unë shijoj koncertet live me vajzën time për krah tani. Pra deri dje e shijoja yllin tek The Voice. Sot jam me vajzën që e shoh në koncert. Alban Skëndere po ashtu ka bërë koncerte shumë të mira, kështu që jemi në një fazë artistike që më pëlqen shumë, edhe dua të ndjek çdo koncert të çdo artisti. Po, sepse në fund ditës çfarë kanë ato jashtë shtetit më shumë se artistat tonë që bëjnë koncerte. Asgjë më tepër. Ju lutem më shumë koncerte në përsheshje, në përgjigje që t'ju shikojnë të gjithë. Publicitet, rikthehemi për pak. Ta hap pak zërin e kufjes unë. S'dëgjon mirë veten? E dua të lartë shumë zërin. E pra. E kam këtë Niko. Po thoje që Brooklyn është përballur me ligjin. Nga familja Beckham kemi lajme së fundmi. Familja ime e preferuar. Përveç yllit që mori David Beckham, sa duket djali i tij tashmë do përballet me ligjin se ka mbajtur celularin në dorë. Ua. Teksa ngiste makinën. Të ishte në Shqipëri do kishte ndodhur kaq. Ishte madje i ndaluar në semafor. Dhe policia ka vrejtur që ka marrë celularin dhe përveç kësaj kishte edhe qenin në prehër të palidhur. Domethënë dhe me sa duket po përballet. As kjo s'lejohet. As qenin s'mund ta mbash në prehër. Po mund të shpërqendroj në ngarjen e makinës. Okej. Më falni mua se unë nuk ngas makinë që kështu nuk e di. Më duket shumë easy ti bësh shumë gjëra. Oficeri ka deklaruar, oficeri i policisë se Romeo nuk kishte kontroll të plot mbi automjetin në ato moment dhe se vëmendja e tij ishte e përqendruar nga telefoni dhe nuk ishte tek rruga. Sipas legjislacionit në Mbretërinë e Bashkuar, përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të mjetit konsiderohet një shkelje serioze dhe kështu në fakt duhet jetë në çdo vend të botës. Pasi mund të rrisë ndjeshëm rrezikun e aksidenteve, po ashtu transportimi i kafshëve pa sigurimin e dur mund të sjellë pasoja në rast frenimi të papritur ose përplasjeje. Kjo është ideja. Niko, ti që nuk je dakord me mbajtjen e qenit në prerë, shqyr që nuk e makinë. E pa, të thash, dhe mbaj në kokë, jo në prerë. Po tani çfarë do t'i ndodhi këtij mendon se do Po mund të paguar një job. Mund të jetë me job, mund të jetë me punë të detyrueshme. Nga këto që ka bërë Naomi Campbell dikur që dilte nga qishëllonte, njerëz do i dhunonte pastrueset, mbaj mend që atëherë u mblodhën të gjithë dhe shkuan kundër. Domethënë, mbaj mend që ka shërbyer edhe kjo ca ditë. Pastronte ato parqet e New Yorkut. Le të themi. I shkonte edhe e verdha. Dhe që ta dish ti dashur Niko është shpallur fajtor për këtë shkelje, po. Dhe ka marrë një job prej 870 eurosh. Përveç kësaj, ka marrë edhe 3 pikë penalizuese në patentën e tij të drejtimit, si dhe u detyrua të mbuloj shpenzimet gjyqësore dhe tarifat shtesë. Pra nuk është vetëm gjoba, por ka mbuluar gjithë procesin. 800 pound, pra? 900 gati, gjoba dhe pastaj ja 2000 pound, domethënë, po e përmbledhje. Blerje ditore. Po lëre çfarë ka, po thjesht qarkullimi nëpër media, i familje, si emri. Po është pak ai rebel Brooklyn.
Është rebel. Është Romeo ky. Brooklyn është kaput fare nga familja. Romeo, po, se Brooklyn, më fal, i ngatrova unë. Romeo është pak rebel, më duket më rebel. Edhe pse rebel të duket ai, mua ky më duket më rebel, se është këngëtar. E kam thënë madje në një emision që ky djali i dytë është goxha më i përfshirë në familjen Beckham. Edhe mistrec. Edhe mistrec, po, se ka patur lidhje, por edhe më duket më artist se sa tjetri që del e thotë unë gatuaj dhe jam i famshëm. Jam shumë dakord që të merren në masa. Po, absolutisht e kjo pjesa. Për shkelet të tilla, sepse shpesh kemi dëgjuar raste që kanë shkuar deri në fatalitet për pakujdesi gjatë ngjarjes, sepse janë hutuar me celularët. Me celular, okay. Kështu që kujdes njerëz. Pa celular në përduar. Pa celular nëse jeni në timon. Do të kalojmë tani sërish tek muzika, edhe do t'ju përshëndesim me Godzilla, është është për ty programi sot, për zgjedhja e Skerdit. Që ka vetëm për ty sot, Niko. I like to move it. I like to move it. E me qëra fjala tek pushimet. Ne sot duhet kishim një bisedë me Lej Krajan dhe me Eni Sheun, të cilët Lej Kraja ja arriti kësaj dite që ta presim të jetë ftuar në këtë emision. Dhe pushime on top do të filloj shumë shpejt në Top Channel. Eni në fakt dhe Lej janë duke xhiruar në Sarandë për momentin. Dhe në të mërkurën e ardhshme do t'i kemi në studio për të diskutuar detajet e këtij sezoni të ri, e kësaj vere, se si do t'jetë edhe se si është konceptuar në këtë sezon pushime on top. Dhe mi qëra fjala tek pushimet, Niko, nuk e di a i ke projektuar të tuat? Jam akoma kështu në mendime, por dua diçka në ishull, domethënë dua diçka në një ishull të shkëputur. Për shembull, Lady Baci ishte e ftuar tek Arioni dhe Ariola, tek Trip Topi, dhe tregoi se me familjen do zgjidhte pushime dimërore në mal, ndërsa me shoqërinë dhe me të dashurin Taorminën e ke ti në fakt. Formentera, domethënë Ibiza, kështu gjërash, sepse në fund të ditës është vajzë deti dhe do shumë Europë për të ndjerë e frymzuar, pra nuk ka rëndësi me kë shkon me pushime, mund të shkruaj edhe poezi varet nga vendi se ku shkon. Fiks. Por personalisht nuk i kam kuptuar kur këto pushimet në mal. Më falni. Në verë thua. As në dimër nuk i kuptoj në mal. Në borë, ski, pse? Preferoj edhe në dimër të iki aty në det. Jo të notoj, po, dua të kem det. Nuk e di, jam më shumë çun deti, edhe jam më shumë çun vere. Nuk je çun skish. Fare. Doje të thoje. Nuk e duroj dot ftohtin në përgjithësi. Edhe unë nuk e duroj dot, po më pëlqen bardhësia, me thënë të drejtën, pra më pëlqejnë edhe këto pushimet e dimrit, pavarësisht se nuk jam tip shumë sportiv për të bërë ski, por jam një filmuese shumë e mirë e bashkëshortit dhe vajzave të mia. Unë dua krip në lëkurë. Jam xhiruese shumë e mirë dhe fotografe. Ne të hapim një biznes bashkë, bëjmë klipe tani në verë. Jam jorgaqi i familjes time në çdo pushime që bëjmë. Dhe tmerri pastaj është kur duhet i lë celularin atyre që të më bëjnë mua foto. Jo, është problemi jot ai, nuk është atyre. Do me thonë, e tmerrshme, Niko. Nuk e di, në ka një arsye pse zihemi për pushime, është pikërisht kjo. Është foto që ty s'e pëlqejnë. Të tmerrshme. Kohët e fundit e kam marrë një çik veten, po në fillim një dram, e vërtet. Po të di tani mos ke pretendime. Çfarë pretendime? Është shumë e thjeshtë, merr celularin dhe nuk filmohet toka, jo tokë. I dashur burr. Pra fundi i celularit të jetë tek fundi i këpucës time. Çfarë thot Andi? Që mos të duke me shkurtër. Jo, more, duhet ja përsëris disa. Tek fotoja 10 e kap pastaj situata. Probleme. Pra ti je një çundeti. Unë jam çundeti, dua krip në lëkurë, dua flok të shkatruara dhe dua të mbaj lëkura ime të djegur, pra ajo lëkura që kanë. Po, zemra, kaq dua unë nga jeta në verë. Nuk dua luks, dua të gjën e bukur, të thjeshtë. Për këtë pjesën që ka thënë Heidi, që jam shumë tipe Europe, nuk më pëlqen në Amerika për udhëtimet. Aq të largëta për t'i quajtur pushime. Do shkoja në Amerikë për pushime.
Ku do pushoje ti për shembull në Amerikë? Miami, zemra, ti kem të bëjmë pak plazh. Po New York a pushohet? Pushohet në New York. Do ta sakrifikoja të pushoja në New York. E di pse se do shikoja shumë gjëra të bukura që do ishin si pushime për mua. Domethënë, e di që javën e parë do ishin vetëm muzeume që unë kam xhan në mendjen time që dua t'i vizitoj një herë në jetë, që kështu do t'i humbja këto pushime. E ke në listën tënde Amerikën për ta vizituar? Unë kam qenë të shkoj. Në fakt të gjithë e kemi Amerikën për ta vizituar. Doli viza perfekt dhe nisi Covidi dhe unë nuk e kam shkelur fare sepse ishin fiks ato 2 vite. Do të thënë ty të zgdjegur apo më zgdjegur në këtë mënyrë që nuk kushtonim dot, që kështu nuk mund ta shkelja dot. Pra mund të bësh një riaplikim. Një riaplikim dhe më thanë që merret shumë lehtë nga momenti që nuk ka ndodhur gjithë kjo situata që kështu. Dhe pyetja e fundit, pushimet janë më mirë me familjen apo me dashurinë? Unë në këtë rast nuk kam ç'a them se dashurinë e kam bashkë me familjen. Mendoj që duhet ndar. Por kur kam qenë në re, që bëja shpesh pushime me shoqërinë, në këtë fazë të jetës që jam, do doja ti kisha shpenzuar më shumë me familjen. Ato do thoja dhe unë që me familjen do zgjidhja. Domethënë do lija pak ditë me shoqërinë apo lidhjen, duke qenë se i përjetoj për ditë, me familjen do përjetoj. Nëse do kisha një 14 ditë, 10 ditë do ishin me familjen. Pra do doja të kisha kaluar më shumë kohë me prindrit e mi. Kështu që ja, vika edhe kjo mosha, Niko, që një herë themi që nuk na intereson më çfarë ndodh, pastaj bëjmë reflektimet për ato që kemi kaluar. Tani do rritem edhe ne. Jemi në fund të programit edhe për ditën e sotme. Faleminderit shumë që na ndoqët. Do të ridëgjojmë dhe shihemi të mërkurën tjetër me të tjera lajme, me të tjerë të ftuar dhe me të tjera thashë theme. Dhe kush ka probleme na bënin tag në story se e dini vetë ju.